Rrugtimi folklorik Lunxhot vjen nga pena e folkloristit Koço Vasili. Në një botim 500 faqesh, Vasili bën historikun e ansamblit Lunxhëria, duke nisur që nga viti 1874 kur Kot Hoxhi çeli të parin grup folklorik për të vënë në skenë dasmë lunxhote. Është një punë e nisur gjysmë shekulli më parë me qëmtimin e dokumentave e fotografive që u finalizua sot. Kam vite që mendoj për këtë punë, shumë vite, që kam marrë prej gati 50 sa vite që kam marrë grupin folklorik dhe ansambli në dorë. Unë kam mbajtur shënime të rregullta, kam mbajtur ditare, kam mbajtur dokumentacione, kam mbajtur fotografi, dhe këto 2 vjet e fundit i përmbrodha, i sistemova, i klasifikova, i qëmtova, edhe arrita që të bëj botimin e këtij libri, që të mbetet një histori e këtij ansambli dhe këtij grupi, sepse në kjo pse nuk do të shkruaj ai, do të vdiste, do të ishte fatkeqësi për brezat dhe për një njerëz që mos njohin këtë histori kaq të madhe. Lunxhëria ka një folklor të pasur, jashtëzakonshëm, jo vetëm këngë të ndryshme, po veçanërisht rituali i dasmës së Lunxhote ku përmbledhen gjitha motivet e folklorit dhe të cisën të rësi, përbëjnë një thesar jo vetëm të kulturës të Lunxhërisë, por thesare të kulturës kombëtare. Tilla janë vlerësuara, tilla janë. Brenda atyre kuptohet shkrihet kostumi Lunxhot. Është një përpjekje e madhe që kam bërë në fakt për ta realizuar këtë libër, kuptohet duke pasur edhe ndihmën e të gjithë pjesëtarëve të ansamblit të rinj dhe të vjetër, të cilët më kanë ndihmuar me dokumentacionin që kam pasur. Promovimi i këtij libri u bë në hollin e teatrit Zinisako, ku shkrimtar, miq e dashamirës jo vetëm të autorit, por edhe Lunxhërisë e vlerësuan këtë punë të Koço Vasilit. Këto janë kontribute për zonën, po dhe më gjë më të doka si model. Dhe që të vemi të këndisën, Koço është një njeri që pavarësisht se i ka bërë punët e veta dhe po e realizon projektin e vetë, i dëshmon vetë, ne duhet të dokumentojmë dhe të arruajmë mënyrën se si punohet. Kam bindje se Koço Vasili, kur ka vendosur të hartonte këtë historik, as i ka shkuar në mend se kur do të mund të përfundonte dhe botonte këtë historik, do të koincidonte me 150 vjetorin e themelimit të grupeve të para folklorike në Lunxhëri. Në këtë ditë nuk mund të mungonin ata që e përcjellin folklorin Lunxhot në ditët e sotme, artistët e ansamblit Lunxhëria, të cilët e bën atmosferën më festive me këngët dhe vallet e tyre.